Isha duke biseduar me një grua të moshuar e cila kishte shumë fëmijë dhe ato po kalonin vështirësi të ndryshme. E pyeta, a lutesh? Ajo më tha, po, çdo ditë. E pyeta përsëri. Dhe pas lutjes, çfarë bën? Ajo u ndal pak dhe tha, brengosem për fëmijët e mi. I thash, po a beson te Zoti? Ajo më tha, po lutem dhe falem 5 herë në ditë. Atëherë pyeta me qetësi, nëse beson, pse nuk ja lën në dorë Zotit? Ajo heshti, as atëherë nuk ishte e bindur dhe nuk jam e sigurt nëse edhe sot do ta kuptoj plotësisht. Sepse shumë njerëz mendojnë se brenga është dashuri, por brenga nuk është besim. Brenga është frikë e veshur si kujdes. Kur brengosemi për dikë, ne mendojmë se po e mbrojmë. Në të vërtetë, po e rrethojmë me energjinë tonë të pasigurisë. Kur një nënë brengoset vazhdimisht për fëmijën e saj, ajo pa e kuptuar po u adopson ndjesinë e mbrojtjes dhe po u dërgon mesazhin se bota është e rrezikshme dhe se ata nuk janë të sigurt. E njëjta gjë ndodh kur brengosemi për marrëdhëniet, për paratë, për shëndetin. Kur brengosesh për shpirtin binjak, po e shtyn më larg. Kur brengosesh për paratë, po i rrit barat. Kur brengosesh për shëndetin, po jep më shumë fuqi sëmundjes. Brenga nuk e zgjidh asnjë problem, vetëm me ushqen atë që na frikson. Lutja pa dorëzim nuk është besim i plot. Është sikur ti flasësh Zotit dhe pastaj ti thuash, do merrem vetë sepse nuk jam e sigurt që do të funksionojë. Dashuria e vërtet nuk brengoset, ajo bekon, ajo dorëzon, ajo beson. Në vend që të brengosemi për ata që duam, është më e fuqishme ti bekojmë. Ti imagjinojmë të rrethuar me dritë të bardhë mbrojtëse dhe të themi me siguri të plotë. Unë e di se gjithçka po ndodh për të mirën. Kam besim se Zoti po kujdeset për ta më mirë se sa mundem unë. Kur e bën këtë, nuk po heq dorë nga përgjegjësia, po heq dorë nga frika. Dhe aty fillon paqja e vërtetë.